Këshilli Shqiptar i Medias dhe Qendra Respublika organizuan në Qendrën Rinore Arka një takim me gazetarë dhe studentë të gazetarisë në Shkodër me temë promovimi i etikës dhe vetrregullimi në mediat lokale, sfidat e dezinformimit. Ky aktivitet i sotëm është pikërisht kjo, vlerësimi i situatës, çfarë ka nevojë media lokale, cilat janë problematikat. Sigurisht që problemi kryesor gjithmonë janë parat, por nuk janë problemi i vetëm. Dhe ne prandaj jemi sot këtu për të kuptuar cilat janë problemet, në mënyrë që të propozojmë zgjidhjet edhe të shohim se si mund të kanalizohen gjithë energjitë, kryesisht të BE-s, për përmirësimin e situatës medias. BE-ja në dijenin time ka një interes shumë të madh për të përmirësuar cilësinë e medias shqiptare, sepse ka kuptuar që një nga polet e rëndësishme në shërbim të interesit publik duhet ishte media. Për fat keq nuk është akoma një media në shërbim publik. Jo gjithmonë, por në shumicën e rasteve shohim që ka media të cilat i shërbejnë interesave të tjera që janë personale, ekonomike, politike e tjera, por jo interesit publikut. Diskutimi u fokusua në përvojat, sfidat dhe nevojat e gazetarëve dhe aktorëve lokal në Shkodër se i përket etikës profesionale, vetrregullimit dhe luftës kundër dezinformimit në media.